Alhamdulillahi Rabbil Alamin, salatu salamu ala man la nabiyya ba'da. Sot me lejen e Allahut Azza wa Jall do të flasim për një çështje madhështore, dhe që është porta e parë drejt Allahut. Porta e parë drejt Allahut të lartësuar. Dhe kjo çështje është baza e fesë islame, thelbi i mesazhit hyjnor, dhe ai është tauhidi i Allahut të lartësuar. Tauhidi është porta e parë e njohjes së Allahut. Ai që nuk ka tauhid, nuk e ka njohur Allahun. Dhe është fillimi i çdo rruge të drejtë në jetë. Nuk ka shpëtim, nuk ka xhenet, nuk ka kënaqësi të Allahut pa tauhid, pa njësimin apo njëshmërinë e Allahut të lartësuar. Çdo profet që Allahu dërgoi, nga Nuhu deri tek Muhamedi alayhi salam, erdhi me një ftesë të vetme dhe të qartë, të njëjtë të gjithë këta profet në tërë këtë periudhë kohore. Siç thot Allahu i lartësuar, ni'budullaha wajtanibu at-taghut, që të adhuroni vetëm Allahun dhe të shmangreni nga taguti. Taguti është një term që përfshin çdo gjë që adhurohet në vend të Allahut. E përmbledh kjo fjalë. Pra që të adhuroni vetëm Allahun dhe t'i largoni dhe të distanconi, sepse fjala ijtinab këtu nuk ka kuptimin thjesht largim, por një largim të largët, një qëndrim të prerë ndaj kësaj gjëje, refuzues në mënyrë kategorike, dhe që është shirku. Tauhidi, vëllezër, ka ndikim të drejtë për drejtë në drejtimin e sjelljes së individit dhe përmirësimin e shoqërisë njerëzore. Pra tauhidi është shumë i thellë, shumë i gjerë. Nuk është i përkufizuar thjesht në marrëdhënien e një individi me Zotin e tij. Jo. Por ka një lidhje dhe një shtrirje dhe një ndikim shumë më të gjerë se kaq. Kjo sepse përsosmëria e veprave lidhet ngushtë me saktësinë e besimit, tauhidit. Pa tauhid nuk mund të qëndrojnë shtyllat e Islamit. Ai që fal namaz, por i bën shirk Allahut, e ka rrëzuar namazin e tij. Ai që jep zakat, haxh, bën haxhin, agjeron Ramazanin, por i bën shirk Allahut, nuk ka tauhid, i ka rrëzuar këto shtyllat e Islamit. Pra mund në aktivitetin e tij mund të ketë 4 shtyllat e Islamit, por nuk ka tauhidin. Në të shkuptim nuk ka tauhidin, që adhuron Allahun, por adhuron edhe të tjerë krahas Allahut. I ka rrëzuar të gjitha këto shtylla dhe të vepra të mira. Tauhidi dhe njohja e saktë e tij i jep njeriu shpjegimin e drejtë për ekzistencën e tij. Sot shumë shtete apo një pjesë e njerëzimit ka evoluar në teknologji, ka ecur shumë përpara. Shumë përpara ka ecur. Por të kjo shoqëri që në teknologji ka arritur majat, apo një zhvillim marramendës, vazhdojnë të mbesin pa përgjigje pyetje ekzistenciale. Përse jetoj? Përse u krijova? Përse u gjenda? Pa përgjigje. Apo edhe nëse dikush prej tyre, mendimtar apo filozof e tjerë, përpiqet t'i japë përgjigje, gabon. Cila është arsyeja e gabimit dhe pamundësisë për këto përgjigje të këtyre pyetjeve që duken të thjeshta, por që teknologjia, zhvillimi i tyre nuk jep dot përgjigje? Mungesa e tauhidit. Mungesa e tauhidit. Ndërkohë që Allahu i lartësuar në Kur'an, me anë të një rrjeshti, ajeti, na tregon neve qëllimin e ekzistencës si njerëz të universit,
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Unë i krijova gjindet dhe njerëzit me qëllimin e vetëm që ata të më adhurojnë mua, pra të më njësojnë në adhurim. Dhe Allahu ka orientuar dhe urdhëruar çdo njeri të përgjegjshëm që ta njësoj atë në adhurim dhe të besoj se krijuesi dhe furnizuesi i tij është një i vetëm, i pashok. Thot Allahu i lartësuar, wa qala Allahu la tattakhidhu ilahin ithnain. Allahu ka thënë, mos adhuroni dy zota, dy hyjni, sepse ai është një Zot i adhuruar i vetëm. Tauhidi është obligimi më i madh, vaxhibi, farzi, detyra më e madhe është për njeriu, pra është tauhidi. Ai është çështja e parë në të cilën ne tharrasim njerëzit kur i ftojmë njerëzit në Islam, sepse Islami është e vetmja fe e tauhidit, e njëshmërisë së Allahut. E fillojmë pikërisht me çështjen më të madhe, sidomos në shoqërinë tonë, ku është i përhapur shirku, bestytnit nga më të ndryshmet. Gjëja e parë me të cilën do të merresh dhe do të aftosh tjetrin është i përmirësosh besimin, ti pastrosh besimin, sepse në të kundërt, edhe nëse ai falet, agjeron e tjerë, dhe e lë më njan çështjen e tauhidit të tij, atëherë nuk i pranohet ky namaz, nuk i pranohet ky agjerim e tjerë. Dhe kjo është edhe rruga e profetit alayhi salatu wassalam, siç vjen në hadithin e Muadh ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, ku transmeton dhe thotë se një herë profeti alayhi salatu wassalam i tha: "Ya Muadh, atadri ma haqqullahi 'ala al-ibad?" O Muadh, a e di cila është e drejta e Allahut ndaj robërve? Pra detyrimi që kanë robërit ndaj Allahut dhe drejta e Allahut tek ata. Muadhi radhiyallahu ta'ala anhu tha: Allahu dhe i dërguari i tij e din më së miri. Profeti alayhi salatu wassalam u përgjigj duke thënë: an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Të adhurojnë vetëm atë dhe të mos i shoqërojnë atij asgjë në adhurim. Por kështu nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma përcillet në një tjetër hadith të saktë se kur profeti alayhi salatu wasallam dërgoi si thirrës Muadhin në Yemen, i tha: ti po shkon tek një popull që janë nga idhtarët e librit. Prandaj i tha: gjëja e parë në të cilën do t'i ftosh ata është njëshmëria e Allahut, të adhurojnë Allahun një të vetëm. E nëse ata e pranojnë të gjë, atëherë tregoju atyre se Allahu, Zoti i tyre, ka bërë obligim për ta 5 falje. E nëse ata e pranojnë edhe të gjë, atëherë tregoju atyre se Allahu ka bërë detyrë të këtë pasurit nga ata, zekatin, që merret nga të pasurit dhe u jepet të varfërve prej tyre. Shihni këtë renditje, që janë edhe shtyllat e Islamit. Me çfarë filloi profeti alayhi salatu wasalam? Me më të madhen, bazën, themelin e fesë, dhe që është tauhidi i Allahut. Pra nuk mund t'i ftosh bertashint, të krishterët, të falin namazin, të japin zekatin dhe ta lesh më njan pastrimin e tauhidit të tyre. Sepse edhe nëse e falin namazin më mirë se ty, më falen më shumë se ty, agjërojnë më shumë se ty, nuk i pranohet, zërohet nga Allahu Azza wa Jall. Për shkak të shirkut dhe mundesës së tauhidit të Allahut të lartësuar. Dhe këtë çështje madhore Allahu ka përcjell të gjithë profetëve, pra tërë njerëzimit, sepse është çështja kryesore. Prandaj edhe nevoja e njerëzve për ta njohur është e madhe, parësore. Dhe Allahu i lartësuar, udhëzuesi,
u apërcolli të njohuri të çështje njerëzve me anë të profetëve të tyre. Thot Allahu i lartësuar në Kur'an: "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut." Ne dërguam në çdo popull të dërguar me këtë porosi: adhuroni vetëm Allahun dhe largohuni, shmanguni adhurimit të tagutit. Pra tauhidi është thelbi i ftesës së të gjithë profetëve. Të gjithë profetët, boshti i davës së tyre të gjithë profetët ka qenë i njëjtë. Tauhidi i Allahut, njohshmëria e Allahut. Dhe kanë pasur deri diku ndryshime në çështje ligjore, juridike apo të tjera. Ama thelbi, mesazhi kryesor mbeti i njëjtë, pa ndryshuar, nga i pari deri i fundit i tyre, dhe që është adhurimi vetëm i Allahut një dhe të pashok. Prandaj thirrja në Islam nuk ndërtohet mbi moral apo debate kulturore, por mbi adhurimin e pastër për Allahun dhe shmangjen e çdo adhurimi tjetër. Pra ne nuk mund ta bazojmë thirrjen, ftesën tonë në Islam drejtuar njerëzve vetëm mbi çështjet parimore të moralit, të drejtësisë, higjienës e tjerë. Ja. Vërtet morali ka një pjesë rëndësishme dhe zë një vend të rëndësishëm në fe, dhe është adhurimi i madh. Por parsori, kryesori dhe pa të cilin as morali i mirë nuk pranohet tek Allahu, është tauhidi. Prandaj prej mençurisë së thirrësit është që të ndjetë metodologjinë e profetëve, të pastroj dhe të largojë nga njerëzit gabimin më të madh të tyre, dhe që është mundesa e tauhidit apo shirku. Gjithashtu tauhidi është çështja e parë për të cilën njeriu do të pyetet në varr. Kur t'i vinë dy melajkët edhe t'i bëjnë ato 3 pyetje, Allahu na e lehtësof përgjigjen. Të parë pyetje këtë do të bëjnë: cili është Zoti yt? Pra cili është ai Zoti yt që ti adhurove, ju përgjërove, ju përkushtove, e besove, e ndoqe udhëzimin e tij? Dhe besimtari do të thotë: Rabbi Allah, Zoti im është Allahu. Pra nuk është thjesht një dëshmi se kush e krijoi universin, se kush është rregullator në univers. Jo. Por përtej të saj është edhe një dëshmi se kujt ju përkushtove, kujt ju përgjërove me adhurim. Zoti im është Allahu, do thot besimtari. Ndërsa pa besimtari, nuk e di, nuk e di. Edhe pse ai në dynja ka ditur se krijoi universin. E dishin: "Ole insaltu man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah." E nëse ti pyet ata se kush i krijoi qiejt edhe tokën, do të thonë Allahu. Por ishin i dhujtar, sepse në çështjen e adhurimit i ja dedikonin edhe të tjerëve krahas Allahut. Dhe i tilli nuk do të përgjigjet dot në pyetjet e varrit. Tauhidi përmendet në shumë ajete kuranore. Jo vetëm kaq, por i tërë Kurani nga fillimi në fund është tauhid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Falënderimi, lavdërimi i takojnë Allahut, Zotit të botrave. Qul a'udhu bi Rabbil Falaq. Qul huwa Allahu ahad. Qul a'udhu bi Rabbil Falaq. Qul a'udhu bi Rabbin Nas. Ilahin Nas, Malikin Nas. Thuaj kërkojmë mbrojtje, thuaj ai Allahu është një, surja Al-Ikhlas. Thuaj kërkojmë mbrojtje nga e keqja me Zotin e adimit. Thuaj kërkojmë mbrojtje me Zotin e njerëzve, të adhuruarin e njerëzve, mbretin e njerëzve, e deri në fund surja. Por dhe ligjet që janë në Kur'an, juridike, morale, parimore e tjerë, histori që tregohen në të gjitha të shpihen dhe synimi i tyre është tauhidi i Allahut. Që ti me anë të këtyre bindjes
ndaj këtyre ligjeve, parimeve të moralit e tjerë, të adhurosh Allahun. Me anë të motivimit nga historitë në Kur'an, të adhurosh Allahun. Pra i tërë Kur'ani është tauhid, në thirrje në tauhid, në çdo sure, në çdo ajet të tij. Dhe nga ajetet që flasin në mënyrë të drejtë për drejtë është fjala e Allahut subhanahu wa taala: "Wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Ne nuk kemi dërguar asnjë të dërguar para teje, vetë se i kemi shpallur atij s'ka të adhuruar me të drejtë përveç meje, andaj më adhuroni mua. Dhe ka thënë Allahu i lartësuar: "Qul innama umirtu an a'budu Allaha wa la ushrika bih, ilayhi ad'u wa ilayhi ma'ab." Thuaj, mua më është shpallur, më është urdhëruar që ta adhuroj vetëm Allahun, edhe që të mos i shoqëroj atij asgjë, vetëm atij i lutem dhe vetëm tek ai të thehem. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu në shumë hadithet e tij flet për tauhidin e Allahut të lartësuar, ndërto hadithi Muadhit që përmendëm, hadithi Ibn Abbasit, kur profeti alayhis salam dërgoi Muadhin në Yemen që përmendëm, por dhe fjala e profetit alayhis salatu wasalam, bunya al-Islam ala khams, është ndërtuar Islami mbi 5 shtylla dhe përmendi të parën prej tyre, dëshmin la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah, që është dëshmia e tauhidit. Por dhe fjala e profetit alayhis salatu wasalam: "Man mata huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-janna." Kush vdes duke ditur se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, do të hyjë në xhennet. Pra kush vdiq me tauhid, përfundimi i tij është xheneti. Por edhe në historinë me xhaxhain e tij Abu Talibin, që ishte në momentet e fundit të jetës: "Ja am, o xhaxhai, qul la ilaha illa Allah, kalimatun ashhadu laka biha inda Allah." O xhaxhai, thuaj la ilaha illa Allah, pranoje tauhidin. Pranoje tauhidin e Allahut të lartësuar. Një fjalë për të cilën do të dëshmoj për ty tek Allahu. Dhe e dim historinë që ai nuk e tha dhe zgjodhi të vdesi idhujtar. Tauhidi, çfarë kuptimi ka kjo fjalë? Në gjuhën arabe ka kuptimin e veçimit, të bërit një të diçkaje në mënyrë absolute. Vetëm ky është, apo vetëm ai është. Nuk ka tjetër, por vetëm ky. Ndërsa, në kuptimin terminologjik, në rastin konkret fetar, nga përkufizimet e shumta që japin dietarët, ne përmendim një të thjesht përmbledhës pa mandrësi inshallah, dhe që është një përkufizim që ka dhënë Ibn Taymija, Allahu më shiroft, të veçosh Allahun në ato që i takojnë vetëm atij, në krijim, në furnizim, në adhurim, në cilësi. Të veçosh Allahun në ato që i takojnë vetëm atij. Në krijim, a ka krijues tjetër përveç Allahut? Padyshim që jo. Në adhurim, a ka dikush që e meriton adhurimin përveç Allahut? Padyshim që jo. Në cilësi, a ka dikush me cilësitë dhe emrat e Allahut? Padyshim që jo. Këtu veçohet Allahu. Dhe ky është tauhidi. Dhe për ta kuptuar më qartë këtë çështje, dietarët e shtjelluan dhe e ndan tauhidin në 3 lloje. Dhe një shtjellim i tillë vëllezër nuk ndodhi vetëm me diturinë e tauhidit, por edhe me fushat e tjera të islamit. Ndodhen shtjellime kur u pa nevoja që muslimanët u duhet t'i kuptonin më qartë çështjet e fesë, sepse nuk ishte më ajo mençuri, ai impenjim, ai angazhim dhe zell për të mësuar fenë siç ishte më parë, nuk ishte më ai kuptimi i thellë siç ishte më parë, por ra kjo gjë kohë pas kohe. Atëherë dietarët e panë të nevojshme që t'i ndajnë njohuritë, shkencat islame
dhe secilin për tyre ta shtjellojnë, ta sqarojnë në mënyrë të hollësishme, me qëllim që të kuptohet qartë nga muslimanët, dhe jo se sollën diçka të re. Kjo gjë ndodhi edhe me çështjen më madhore, tauhidin, sepse një pjesë e atyre që pretendonin se ishin musliman, lexonin Kur'anin, deklaronin shahadetin, falin namazin, agjëronin, bënin haxhin, jepnin sadaka e tjera vepra të mira, por bënin edhe shirk. Duke menduar se kjo është fe, duke menduar se dhe besuar se kjo gjë është për Islamit. Atëherë lini nevojë që dietarët i shtjellojnë, t'i sqarojnë më thellë, më qartë, në mënyrë që të shpëtonin muslimanët nga rënja në gabime të tilla. Dhe e kanë ndarë, thamë, në 3 lloje. Sipas një ndarje, disa ndajnë në 2, por që i përmbledh të 3-ja. Lloji i parë është tauhidi ar-rububiyya. Fjala tauhid do të thotë njësim. Thamë. Por të vëllezër, para se të kalojmë te ky shtjellim, përmendim diçka që është e rëndësishme. Shpeshherë fjalën tauhid e dëgjojmë apo e përkthejmë me fjalën monoteizëm, që vjen nga fjala greke. Në qira për kuptim besimin tek një Zot i vetëm. Çu shpjegohet në referencat kryesore, siç është Enciklopedia Britanike edhe enciklopeditë të tjera të njohura në botë, kur e shpjegojnë monoteizmin, thonë të besosh një Zot. Pastaj mënyra e përshkrimit që i bëjnë ata Zotit ndryshon. Por tauhidi nuk është ky. Nuk është vetëm kaq, të besosh një Zot. Tauhidi nuk është vetëm kaq. Prandaj, nëse na duhet ta përkthejmë monoteizëm, na duhet ta sqarojmë apo të shtojmë diçka për ta bërë më të qartë. Sepse mund ta dëgjojë një krishter, apo siç ndodh shpesh dëgjojmë termin fet monoteiste. 3 fet monoteiste. Pra 3 fet që besojnë një Zot dhe i bëjnë bashkë Islamin, fenë e pastër të Allahut, me 2 fet pagane, krishtërimin, judaizmin, apo dhe mund të shtojnë dhe ndonjë tjetër. Jo vëllezër. Fe monoteiste në kuptimin e plotë të termit tauhid, pra që jo vetëm të besosh një Zot, por edhe adhurimin t'ia kushtosh ti Zotit, këtë e gjejmë vetëm tek Islami. Prandaj nuk i lejohet muslimanit të thotë 3 fet monoteiste, sepse ka bërë bashkë tauhidin me shirkun. Dhe është ignorancë e madhe, e thelluar, e thelësuar. Apo 3 fet hyjnore, apo 3 fet qiellore. Nuk ka, Allahu i lartësuar vetëm një fe ka zbritur. Dhe ai është Islami. Nuk ka fe tjera përveç Islamit. Lloji i parë, tauhidi ar-rububiyya, dhe që është tauhidi i Allahut në zotërim. Dhe ky tauhid është që të besosh se vetëm Allahu është krijuesi, furnizuesi, rregulluesi, sunduesi absolut i çdo gjëje e tjerë. Thot Allahu i lartësuar, Allahu khaliqu kulli shay. Allahu është krijuesi i çdo gjëje. Dhe thot, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah." E nëse ti, o profet, i pyet ata i dhujtar se kush i krijoi, ata do të thonë Allahu. Gjithashtu Allahu i lartësuar ka thënë, "Qul man yarzuqukum minas samai wal ard am man yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhriju al-hayya min al-mayyit wa yukhriju al-mayyita min al-hayy wa man yudabbiru al-amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun." Thuaj, kush ju ushqen nga qielli, kush ju ushqen, furnizon nga qielli dhe toka, kush mundëson të dëgjuarit dhe të parit, kush mund të nxjerrë të gjallën nga e vdekura dhe të vdekurën nga e gjalla, kush i drejton gjërat, ata do të thonë Allahu, e ti thua ju, atëherë pse nuk i ruheni. Lloji i dytë i tauhidit
është tauhidi el-uluhie, dhe që është njësimi i Allahut me anë të adhurimit ton. Pra ndryshe nga lloji i parë që ishte njësimi i Allahut në veprat e Allahut, krijim, furnizim, sundim e tjerë, lloji i dytë, tauhidi i Allahut, tauhidi uluhie, njësimi i Allahut me anë të veprave tona, namazit, agjerimit, kurbanit, betimit, duas, frikës, shpresës, mbështetjes, dashurisë e tjerë. Të gjitha ato i meriton në mënyrë absolute vetëm Allahu i lartësuar. Dhe argumentet për të janë: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Unë i krijova xhindet dhe njerëzit me qëllimin e vetëm që ata të më adhurojnë mua, të më njësojnë në adhurim. Shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allahu dëshmon, e po ashtu edhe engjëjt, edhe njerëzit e dijes, se nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Tij. Wala tad'u ma'a Allahi ilahan akhar, dhe mos adhuro asnjë tjetër krahas Allahut. Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa. E megjithatë, ata që janë urdhëruar vetëm që të adhuronin Allahun me përkushtim të sinqert, duke qenë në fenë e pastër. Lloji i tretë i tauhidit, al-asma' wa sifat, njësimi i Allahut me emrat dhe cilësitë e Tij. Ky lloj tauhidi do të thotë që ti të besosh në atë që Allahu ka thënë për veten e Tij. Atë që Allahu tregoi për veten e Tij në ajetet kuranore, apo me anë të gjuhës së të dërguarit të Tij, alayhi salatu wasallam, në hadithe, detyrë për ne është ta besojmë pa e mohuar, pa e shtrembëruar, qoftë tekstin, qoftë kuptimin, pa e krahasuar atë emër apo atë cilësime të krijesave, dhe pa pyetur për mënyrën si. Allahu qëndron mbi arsh, nga cilësitë e Tij është qëndrimi mbi front. Ne besojmë dhe besojmë që në atë mënyrë që i takon madhështisë së Tij, por nuk pyesim si, sepse pyetja si çon në krahasim. Dhe pra ajo që Allahu ka thënë për veten e Tij është e vërtetë dhe ne besojmë ashtu siç e tha ai dhe i dërguari i Tij. Thot Allahu i lartësuar: "Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir." Asgjë nuk është si shembulli i Tij, asgjë nuk është si ai, dhe ai është dëgjuesi, shikuesi. "Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha." Allahut i përkasin emrat më të bukur, prandaj luteni, adhurojeni atë me to. "Hal ta'lamu lahu samia?" A një të njëjtë të barabartë me të? Padyshim që jo. "Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa." Mëshiruesi që qëndron mbi arsh. "Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal." Thot profeti alayhi salatu wasalam, Allahu është i bukur dhe do të bukurën. "Wallahu ghaniyun hamid." Dhe Allah është i pasur, i pa nevojë, i lavdëruar. Por ka dhe ajete kuranore që i përmbajnë të tre llojet e tauhidit që e shtjelluan dietarët. Ajeti i parë në Kur'an: "Alhamdulillahi rabbil alamin." Falënderimi takon Allahut, Zotit të botrave. I përmban të tre llojet e tauhidit. Falënderimi takon Allahut, tauhidi uluhie, pra kujt ja dedikojmë lavdërimet, falënderimet më të mira, më të plota Allahut. Zoti i botrave, tauhidi rububie, që është sunduesi, por edhe tauhidi i emrave dhe cilësive të Allahut. Allah që u përmend, Rabb, Zot, që e përthejmë në Zot, u përmend. Apo fjala Allahut subhanahu wa taala: "Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadati hal ta'lamu lahu samia." Thot Allahu i lartësuar, Allahu është Zoti i qiejve dhe i tokës, edhe çfarë ka ndërmjet tyre? Tauhidi rububie. Adhuroj atë dhe bëj durim në adhurimin e Tij, tauhidi uluhie.
a një të barabartë me të tauhidi i emrave dhe cilësive të Allahut. Dhe por edhe dietarët e mëdhenj të Islamit kanë thënë këshilla dhe fjalë të çmuara, duke nxjerrë në pa dhe duke na treguar rëndësinë e madhe të tauhidit. Ndërto thotë Ibn Taymija, Allahu më shiroft, tauhidi është baza e ftesës së të gjithë pejgamberëve, dhe ai është parimi më i madh që Allahu ka urdhëruar. Thotë Ibn al-Qayyim, Allahu më shiroft, tauhidi është jeta e zemrës, nuk ka qetësi shpirtërore pa të. Ka thënë Imam at-Tabariu, Allahu më shiroft, çdo gjë që është ndërtuar mbi tauhid është e bekuar. Çdo gjë që është ndërtuar mbi shirk është e mallkuar. Ka thënë nga dietarët bashkëkohor e Sheikh Bin Baz, Allahu më shiroft, tauhidi është themeli mbi të cilin ngrihet Islami. Ai që nuk e njeh tauhidin nuk ka hyrë ende në Islam, edhe nëse pretendon kështu. Ka thënë Sheikh Ibn Uthaymin, Allahu më shiroft, tauhidi është më e rëndësishmja për njohurive që duhet të mësohen, sepse çdo veprim është i pavlefshëm pa të. Ka thënë Sheikh Albani, Allahu më shiroft, ata që tharasin në Islam, por nuk fillojnë me tauhid, nuk janë duke ndjekur metodologjinë e pejgamberëve. Ka thënë Sheikh Salih Al-Fauzan, Allahu e ruaj, tauhidi është jetë për zemrën, ndriçim për mendjen dhe themel për ndërtimin e një shoqërie të pastër. Ka thënë Sheikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, Allahu më shiroft, nga muhaddithinët e Yemenit, rikthimi të tauhidi është rikthim të jeta. Sa bukur është shprehje? Ummetet janë shembur sepse e lanë këtë themel dhe u mashtruan nga emra të bukur e thirrje boshe. Ka thënë Sheikhu jon Abdul Muhsin Al-Abbad, Allahu e ruaj, thirrja e pejgamberëve nisi me tauhid dhe përfundoi me tauhid. Kush e neglizhon atë, ka devijuar nga rruga e shpëtimit. Por vëllezër, është rëndësishme që të përmendim, edhe pse nuk është qëllimi që ta trajtojmë këtu në mënyrë më të gjerë të çështje, atë që e shemb dhe erozon tauhidin tek njeriu, dhe që është gjunafi i kopshëm, më i madh, më i tmerrshëm, shirku. Ortakësia apo shoqërimi në adhurimin e Allahut. Shirk do të thotë të bësh diçka të barabartë, të bësh dy veta apo edhe më shumë të barabartë, qoftë plotësisht, qoftë pjesërisht. Dhe në kuptimin fetar, terminologji, shirku është të vendosësh një tjetër në pozitën e Allahut, në krijim apo në adhurim, apo në emra dhe cilësitë e tij. Dhe Allahu i lartësuar ka thënë: Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih. Allahu nuk fal ti shoqërohet atij diçka. Prandaj tauhidi nuk është një koncept filozofik abstrakt, pra i paqartë, i vështirë për të kuptuar, i padallueshëm. Ja, por udhërrëfyes praktik për jetën. Është fjala që të çon në xhennet dhe mungesa e saj është rënim i shpirtit. Në errësirën e botës moderne, tauhidi është drita që nuk shuhet. Kjo është ajo që mund të themi rreth veprës apo portës së parë që na çon dhe na afron te Zoti ynë, dhe që është tauhidi i tij, njëshmëria e Allahut të lartësuar. E lutim Allahun Azza wa Jall që të na bëjë neve nga
njësuesit më të pastër, më të mëdhenj të tij, të jetojmë me tauhid, të vdesim me tauhid dhe të takojmë atë me tauhid. O subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.